50-vjeçari Ilir Ujka në Malësitë e Madhe detyrohet të kujdeset për 4 anëtarë të tjerë të familjes, ku 2 motra dhe vëllai janë në probleme shëndetësore, por sikur të mos mjaftonte kjo, kushtet ekonomike me të cilat përballet kjo familje janë të vështira, ndërsa banesën e gjen të jetë amortizuar. Ujka thotë se kanë marrë vetëm premtime, por asnjë ndihmë nga Bashkia e Malësisë e Madhe. Problemi është se gjendja e vështirë ekonomike dhe problemi i shtëpisë, në shtëpia gjendje të keqe, pe papunësijet, pe pa një mes bashkisë sa duhet, na kanë premtuar tash 10 vjet, kanë punu shoqat, na ka filmuar shtëpinë, edhe thonë do të bëjmë shtëpi të re ose do të riparojmë, nuk bën asnjë se ndej tash. Para 3 vjetëve kam firmuar në komunë Bajs për riparim shtëpije, po prap vetëm fjalë shpresa gjë nuk na erdhi kush na ashtu. E shihni vetë gjendjen ku ndodhna. Ju me sa anëtar banoni? 5 anëtarë, na 3 vëllezër, 2 motra, 3 janë smor, o me vënë, punojmë punë të shtëpisë, 2 muaj që këna punë, gjojmë peshk. Edhe jetojmë me bakti edhe me që marrim me këta me asistent. A ju del? Jo del. Njëri tash duhet me i algoritmë me dalë gjithsesi. Po, a shumë e pak, të pa vdhav të ndëhanin, ka nevoja mu vesh mu math me të na. Na fshatarja na kupton, po njëri detyrohet me shiti bakti, diçka ashtu thashtë. Jetë shumë e vështirë. Llogarisim një atë bukja të ushqim gjanat kryesore si na duhen, atë tjera ç'a del, ç'as del. E lajm. Në shtinën e dimrit, jetesa në këtë banesë është tepër e vështirë pasi uji futet brenda. 50-vjeçari Ujka kërkon një vend pune për t'i ardhur në ndihmë anëtarëve të tjerë të familjes. Ma shtira është masë normale, ma shtirë bëhet, këna bëj shpërit, bëjmë do drunë sa me mujtë mudze i fija, kuptën me ashtë, po. Do të jetesë e shtirë ashtë. Me këtë tarra, këtë mundësi, kur a njëri me pas një të smonë, ashtë e shtirë ja 3. A kuptën, flasë për ata se janë njërës. Për ja që sa këna mundësi, mundohna me punua, me ja që mundësi sa këna, më në vllap mjaftueshëm. Ta mundohen shkret, po nuk mund në me detyru, a kuptën. Pa, nuk janë të aftë plëtsisht për puna, këpëtën. Me pa mjetë si janë, problem kam beto mlesin, ma problem me mlua shpina, këpëtën. Atër, gjithë ku që ka mundësia, këpëtën. Nuk kam kërkuaj vend punit o vete se vllavi vogël, i punë me i rogë 400.000 lekëshe, për që minimali se 500.000 lekëshe, me punua dikon, një anit me i dhanë mundësi, sa majnë njerës këtë, pa këtin punë, që na për në rruga këtë, me qa flitet, a këpëtën. Po, nuk në ka frua kush asistent më thanë drejtën drejtash. Të asistencë 37.000 lekë vjetra, ju gazetarin e dini sa vlejnë ditë sombe. Kjo familje banon lagjin balaj të njësisë Kastrat në Malësitë e Madhe.